Mirëmbrëma të gjithëve në këtë të premte të datës 17 prill, si zakonisht në 50 minuta emisione do të trajtojmë dy tema interesante. Do të flasim sot për një fakt që pak për ju shedini, vjen dikush dhe kundërshton me tezat pak kundërshtueshme, sipas tij vetë gjuhtarin e madh Kerem Çabejn. Ndërsa në pjesën e dytë do të ndalemi për atë që quhet gladiatorët e kafazit. Çfarë janë këta dhe çfarë është kafazi? Qëndroni me mua, do ta mësojmë në panelin e dytë me të ftuarit e mi. Si zakonisht, informacionet e para dhe një vështrim i shpejt i tyre. Do të shkojmë në Vlorë, ku nga qyteti bregdetar, aty ku mori pjesë në një forum për integrimin së bashku me eurodeputetët Flenkestein dhe Wizendorf, kryeministri Rama deklaroi se fenomeni azil kërkuesve në vendet e BE-s është një spekulim që po përdoret nga grupet kriminale. Drejtori i përgjithshëm i policisë Aki Çako i konsideron shqetësuese dhe që mund të rrezikojnë seriozisht procesin e liberalizimit të vizave, lëvizjet masive të qytetarëve shqiptar drejt vendeve të BE-s. Sipas Çakos, fenomeni është i nxitur nga qarqet caktuara apo nga mashtrimet e agjensive të ndryshme turistike dhe ato të udhëtimit. Do të shkojmë në Budva, ku mësohet se konferenca rajonale kundër terrorizmit e mbajtur në këtë qytet të Malitzi ka bërë bashkë ministrat e brendshëm dhe ata të drejtësisë së të gjithë rajonit. Ministri Sajmi Tahiri dhe ministri i drejtësisë Nasip Naço kanë qenë pjesë e kësaj konference në cilën u diskutua se mes vendeve të rajonit është shumë e nevojshme të ketë një bashkëpunim në luftën kundër terrorizmit dhe se siguria në vend është një sfidë me të cilën duhet përballen të gjithë vendet pjesë e BE-s ose jo. Kthehemi në vend, gjykata e Tiranës me kërkesë të prokurorisë ka lëshuar sot 11 urdhër arreste për zyrtarët e njësisë lojrave të fatit dhe tatimeve të cilët duke lejuar salla lojra, shfati, kazino dhe lokale të ndryshme të punojnë pakasa fiskale, ju merrnin administratorëve ose pronarëve 100.000 lekë të rinj çdo muaj. Këto ishin informacionet e para të kësaj të premte. Ne tani do të hidhemi në rubrikën tonë të përnashme Infonat, ku do të veçonim në vetëm 2 minuta informacionet kryesore. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka vlerësuar kandidatin e majorancës zotin Velia si një figurë spikatur. Do të shkojmë në FMN, ku kreu i këtij institucioni në Christine Lagarde ka deklaruar për agjensin Bloomberg se nuk do të lejojë që Greqia të përfitojë shtrirje kohore për shlyerjen e këstit të FMN-s. Këto dhe informacionet tjera në info. Sigla regjia. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka vlerësuar kandidatin e majorancës për Tiranën Erion Veliaj si një figurë të spikatur. Sipas Metës, Veliaj ishte një zgjedhje gjithëpërfshirëse, ndërkohë që edhe për kandidatin e opozitës shprehu një konsiderat të lartë. Ndërkaq i pyetur për dekriminalizimin, Meta theksoi se politizimi dhe prania e dy standardeve e komprometon procesin. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka prezantuar në Fier kandidatin e së djastës për zgjedhjet e 21 qershorit për këtë bashki Enkeleta Libeaj. Kryedemokrati Basha u tha fierakëve që zgjedhjet lokale kanë shansin t'i thonë jo aleancës së krimit dhe të votojnë një njeri me vlera siç është zotja Libeaj. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se raundi i ardhshëm i bisedimeve Kosovë-Serbi do të mbahet në 21 prill. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini do të takojë kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe atë të Serbisë Aleksandar Vučić të martën e ardhshme në Bruksel, është bërë ditur nëpërmjet një njoftimi për mediat. Zyra e Mogherinit ka bërë të ditur gjithashtu se kryeministra do të rishikojnë përparimin në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, si dhe do të shkëmbijnë pikpamjet për të çuar përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde ka deklaruar për agjensin Bloomberg se nuk do të lejojë që Greqia të përfitojë shtrirje kohore për shlyerje të këstit të FMN-s. Asnjë ekonomi e zhvilluar nuk ka kërkuar shtrirje të shlyerjes së pagesave dhe FMN në 30 vitet e fundit nuk ka lejuar asnjë vend të i vonojë ato, ka thënë Lagarde, duke shtuar se shpreson që kjo nuk do të ndodhë as me Greqinë. Unë personalisht nuk do ta mbështes një kërkesë të tillë, ka paralajmëruar drejtoresha e FMN-s. Bloomberg shkruan se Greqia duhet t'i paguajë FMN-s 1 miliard euro muajin e ardhshëm
dhe nëse e dështon ta bëjë pagesën, atëherë shtohet në klubin e vendeve si Zimbabwe, Somali dhe Sudan, të cilët kanë pagesa të përpambetura. Bloomberg gjithashtu vë në dukje se ministri i financave grek Yanis Varoufakis nëpërmjet një emaili i ka bërë të qartë se kur nuk ka kërkuar të vonojë pagesën e këstit, që Greqia i detyrohet Fondit Monetar Ndërkombëtar. Mirja, ku jemi rikthyer në panelin e parë, është për çfarë do të flasim, e thash edhe pak në fillim të këtij emisioni. Shikoni, është një nga njohësit e pakt të greqishtjes së vjetër. Çka do thotë se lexon lirshëm Homerin, Eskilin, Aristofanin, i lexon ata në origjinal. Ngul këmbë, madje ka vite që e bën këtë për faktin se mbron tezën e tij se grekrit e lashtë nuk janë gjë tjetër vetë se pasardhës të ilirëve dhe pra të shqiptarëve. Madje thotë se pse jo, Peradori Cezar, Mark Antoni, Neroni apo romakët e tjerë nuk janë gjë tjetër në vetëm ilirë. 6 vjet me radhë. Ka punuar natë dhe ditë duke sakrifikuar edhe të shtunat dhe të diellat për të zbërthyer atë që quhet ndërtimi i fjalëve. Është autori 6 librave dhe vjen këtu të shpjegoj se përse në greqishtja e lashtë zbërthehet vetëm përmes ilirishtës. Unë i them mi mbrëma Margarit Nilës. Mi mbrëma Margarit. Jam shumë kurioz të di se nga të ka lindur ideja që greqishtja është pasardhëse e ilirishtës. Ishim kaq vjet në Greqi, flisim me ta, shumë fjalë na dukeshin me origjinë shqipe. Ju thoshin pse kjo fjalë ka këtë kuptim. Ata vetë që ishin grek, thoshin kështu i thon. Po pse ka këtë kuptim? Kështu i thon thoshin. Kurse me shqipen ajo merr të kuptim. Ma thuaj një fjalë që ta besoj. Po për shembull klidhi. Klidhi, ç'do thot? Ata e thoshin ky që ti mbyll derën. Po, edhe ç'a lidhje ka me shqipen? Këlith, që lith. E lith e mbyll me. A kupton? Ose parusa thoshte e këtu. Parajusha A. Ata nuk u jepnin shpjegim, ata thoshin, kështu i thon. Ju e thoni se grekrit e lashtë quheshin Elin. Elin shkruhet, po ata kur e lexojnë Ilin. Okej, që do thotë sipas studimeve tua do thotë jo më shumë se Ilir, apo jo? Është ilir, po është me dialektin e gegnis. Po pra, dhe se Ilin, sipas jush, në dialektin geg, është ilir. Ilir. Okej. Ndërkohë që një nga gjuhëtarët tanë më të mëdhenj, që quhet Kerem Çabeju, ju e njihni besoj, ka një tjetër mendim në lidhje me etimologjinë e fjalës ilir. Jeni dakord me teori? A e keni lexuar një herë Çabejin, veprat e tij? Unë kam marrë një libër të tij në bibliotekë kombëtare, ishin ca fjalë të vjetra që i kishte trajtuar një herë një gjuhëtar gjerman, pastaj i kishte trajtuar dhe ai nuk më mbushin në mendjen fare ato më. Cilat janë vërejtjet që ke ti për shembull për? Unë nuk i mbaj mend tash ato se kam kohë që i kam lexuar, po kishin marrë fjalë pa rëndësi. Unë kam marrë fjalë origjinale të greqisë së vjetër. A jeni ju dakord me studiuesit e pellazgjishtes të cilët thonë se në pellazgjishtja është nga ajo gjuhë e cila lindi ilirishtja? Shumë teori janë përhapur për çështjen e pellazgit. Unë nuk përputhem me mendimet e atyre që flasin atje, që kanë folur gjërmësot. Unë në fjalorin e lashtë e gjej Pella, që është Egypti i lashtë. Po? Pella. Dhe Pellazg ishin banorët e Egyptit lashtë. Po flitet të shtip për periudhën që ky Egypt ishte i pushtuar nga ilirët. Nga ilirët. Aha. Kush e thot këtë? Thuhet në fjalore dhe në historinë greke, me fjalë. Në periudhën që u pushtua nga ilirët. Quhej Pella. Pastaj këta ilirë që kishin vajtur në Egypt, u rikthyen prap drejt Ballkanit, në Greqi. Me Danajin, nëse e ke dëgjuar nga historia.
Edhe këta kur erdhën aty kërkonin njerëzit e tyre, se u kishin thënë të parët jeni me origjinë nga Iliria. Me fjalë, banorët e Egyptit ishin ilirë të vajtur edhe u rikthyen prapë. Shikoni pra, Margarit Nilo po të rëndit sot atë që quhet historiografia në gjuhtaria, etimologjia me cilën ne jemi rritur, me cilën ne jemi mësuar që në Pellazgët shtrieshin diku në Shqipëri, por jo, keni gabim. Ecim. Jo, unë them këtë, mundësia ekziston me fjalë, sepse Pella me fjalë quhesh Egjipti pasi u pushtua nga ilirët. A kupton? Edhe këta që u kthyen pas me Danajin, që u kthyen prapë në Peloponezën, në Athinën, që u kthyen pas me Danajin, ishin i lirë me origjinë faktikisht. Egyptian, po i lirë me origjinë. Okej, dakor, dhe kuptova. Po ecim më tej, juve thoni që librat tuaj janë pranuar nga komisionet e bibliotekës kombëtare si me shumë vlera. Po, vajta atje u çuan kemat ta thënë me shumë vlerë, thënë. Kush ata? Një bibliotekare e thjeshtë apo një nga këto që marrin vesh ka? Ato të pranimit atje. Aha. U çuan të gjitha, kam thënë libër me shumë vlera. Mirë po, juve insistoni, Margarit, se jeni injoruar pa të drejtë nga gjuhtarët e vërtet, akademikët e vërtet, si në profesor Mancaku, në profesor Korkuti e tjerë. Cilat janë argumentet që ata nuk i pranojnë tezat tuaja? Nuk më zjerin asnjë argument. Thjesht thonë nuk e besojmë ata i thua ti. Aha. Nuk më zjerin asnjë argument. Unë marr fjalë për fjalë, i vërtetoj. Kuptoj. Ata nuk nxjerrin asnjë argument që të më kundërshtojnë. Po diçka e thonë, për shembull. Nuk thonë. Nuk të thonë që je i çmendur, se nganjëherë këta xhelozët kështu bëjnë këta. Thonë thjesht këta që nuk është puna jote, ja, pse pra, morën me të. shikon, kjo është pjesë e xhelozisë mes Po hajde i them me hidh ti poshtë mua fjalët, unë t'i argumentoj me mënyrën time, argumentoj ti me mënyrën tënde që është e kundërta. Nuk e pranojnë një gjë të tillë. Cila është metodologjia e punës suaj, zoti Nilo? A jeni juve në thelb një gjuhtar amator apo dikush që kërkon të shpjegoj përmes një lloji shpjegimi infantil gjithçka që rrethon? Unë kam mbaruar për elektronik pushtaraken. Nuk kam mbaruar për gjuhë. Kështu kam lexuar vazhdimisht gjithkohon, po kam qenë gjithmonë njëri këmbgulës, studius. Më ka pëlqyer gjuha. I kam marrë dhe librat aty që bëjnë në shkollë në universitet, i kam parë dhe ato nuk kanë asnjë gjë. Nuk shpjegojnë asnjë gjë me fjalë. Kur grekët e lashtë janë shqiptar, kur greqishtja e lashtë zbërthehet dhe shqipen, në universitetet tona nuk studiohet asnjë gjë këtu. Juve ngulni këmbë duke thënë se keni hyrë në gjenezë të fjalëve. Po. Por si dhe pse jeni i bindur se teoritë tuaja etimologjike janë të sakta dhe janë saktësisht shkencore? Unë bindem për atë, nuk them se studiova një kohë gjatë ditë e natë që hyra në temë. Po vërtetohet në çdo fjalë që zbërthej që është e drejtë. Greqishtja e lashtë është bashkim i fjalëve të shqipes në momentin që u shkrua gjuha në Greqinë e lashtë. Kur flitej gjuha, flitej me fjalë të ndara. Kur u shkrua një fjali e tërë u përmbledh në një fjalë. Për shembull, marrim fjalën qiparis. Po. Për gjithë ata që nuk e dinë, qiparisi është ai druri që rritet në lartësi. Po, dhe nuk hapet anash, sakt. A thot që ip ari isë. Një minut. Që ip lartë ary është. Ryn ip, ryn lartë për shumë. Që ip, do thot që ipën që ip. Që ip. Okej. Ip i thonë lartë, shumë, tepër, përdoret në fjalë, siç themin ne, kjo është mbi këtë, është shumë, është tepër, është mbi. Në fjalë, i thonë dhe lartë dhe shumë, tepër, mbi, ka disa kuptime. Në fjalë në fjalorën e kam gjetur në fjalë. Po dakord, një minutë se jemi deri që ip, po aris?
Ary me i fjallë, sepse yja nuk ka qenë përdorur në lartësi. Po. Grek të lashtë bën 5 lloje i fillimisht. E panë që me 5 lloje i nuk arritën të krijojnë bagazhin e duhur të fjalëve, i futën të gjitha zanoret pasaj. Që do thot aris, do thot? Ary me i fjallë. Ary, po? Ary është. Që ip, ary është. Me i fjallë, rritet në këtë formë. Shkon vetëm ip lartë. Okej. Ose për shembull cilindro. Cilindro, po. Cilindru. Cilindru. Që lumë dru. Dru që lumë, që rrotullohet. Ishin drurët që i vinin ata poshtë gurëve të mëdhenjë, edhe të rihinin gurët e mëdhenjë që përdorin për ndërtime muresh dhe piramidash. Cilindru. Pra, si pas jush, rënja e fjallës cilindro është linë. Aja është një fjali e tërë bashkuar, kështu i kanë shkruar ata. Me fjallë, në qoftë se para shkrimit të gjuhës në Greqinë e lartë, fjalla formaj me fjallë të ndara, që lumë dru për shembull, cilindru. Kur u shkrua cilindru, cilindro i thonë në greqisht. Cilindri i themi ne. Po zanoret në lartësi nuk kishin shumë rëndësi. Fenikas dhe egyptianë dhe lashtë shkruani vetëm bashkëtingëlloret pa zanoret. Me fjalë mund të fusje in, mund të fusje yn, yja s'ka qenë zënë, ma an, en, on, një kuptim kishin ato. Për shembull, kur themi neve për shembull ip, ka kuptimin lartë, thash shumë tepër mbi, hip, që i themi tash. Se tash është shtuar heja, po nuk ka qenë heja. Heja, deja janë të futura. Vende pa vend, edhe në Shqipe, i kam para aty në fjallërën e Shqipes, janë të futura vende pa vend, kotë. Unë jam duke lexuar një pjesë të e vërtetës fjallorit etimologjik. Shikosh çfarë vëre. O ka gabime në shtypshkronjë ose kjo që Jo, i kam shkruar unë ashtu. Një minutë tani se këtu. I kam shkruar unë. Shikoni çfarë thoni ju. Athina ka të drejtë me i, jo me j. Për Makedoninë, por grekët duhet të pranojnë më parë që janë shqiptarë. Çfarë është kjo Shqipe? Qysh shqiptar? Çfarë është kjo Shqipe? Shqiptar? Shqipja. Po, çfarë është Shqipe, po? Sepse unë e nxjerr me një fjalë që jeja, bashkëngëllorja je, është e gabuar në Shqipe. Shiko. Se kur themi drejt për shembull, ajo është it është me një fjalë. Nuk mund të thuash jeta. Prandaj duhet it, jo që të thuash është. Nuk mund të thuash me bashkëtingëllore. Sigurisht. Jeja është një zanore e trajtës shkurtër, që neve kemi trajtuar gabimisht si bashkëtingëllore. Nuk është bashkëtingëllore, është zanore e trajtës shkurtër. Atëherë çfarë ke me ëtë, Margarit, që i pas ke masakruar grekët e lashtë, thoni ju, jo të lashtë, kanë, pas, ka në, jo kanë. Jo, edhe atë dihet, ajo dihet që nuk ka qenë eja në lashtësi. Eja është futur nga arbëresht e Italisë është futur në Shqipe eja. Nuk ka qenë. Përdore aja i ija në vend të esë, për shembull, ata në grek të lashtë i thonë, ne i themi ëndër tash, me e. Po. Ata i thoshin aniro. Ne kemi futur edhe den, ja kemi shtuar, i kemi këthyr dhe anë, e kemi këthyr në e. Ajo është aniro, ne kemi këthyr në ëndër. Ose anja i thoshin ata. Ne kemi këthyr ëndje. I kemi futur dhe anë, i kemi shtuar dhe den. A kupton? Me fjalë futja e esë, shtesët vend pa vend të hes të des, e kanë shkëputur në kuptimin me greqisën e lashtë. Okej. Që të kthesh në original, duhet aja, nuk duhet eja. Aja, sakt. Deja duket që është e shtuar. Mirë, juve përmendët dy gjuhtarë të cilët nuk ju kanë pranuar me tezat tuaja, po a ka të tjerë që ju mbështesin? Atje ku e kanë botuar unë atë gazetën shqiptare të Kanadas, në tribuna shqiptare, kanë dalë shumë, gjuhtarë kanë dalë, më përshëndesin me gjitha fjalët e mira, vetëm këta tantë heshtje, vetëm heshtje. A ke hyrë ti në kontakt me albanolog evropian që janë njerëz me peshë dhe me mendje të hapur, se mbase
ata mund të të pranojnë tezat e tua? Me këtë gjë, thonë që kanë në Gjermani vetëm. Po ka katedrë në Gjermani, ka në Austri, ka në... Po edhe atje janë gjutarë të dërguar që këteja. Për shumë më kanë thënë mua në Gjermani, për shumë, po gjutarë ishtë dërguar që këteja. Po, është e vërtet. Mirë, po, përveç greqishtes, Margarit Nilo, juve insistoni që edhe Roma e vjetër fliste Shqip. Ishin i lirë. Gjua ka lëvizur. Për shembull veriu i Rumanis, Transilvania, është Transilvania, me fjalë Transalbania. E bukur ja. A kupton? Po gjua e tyre ka përputhje me Shqipen, po prap ka ndryshuar me kalimin e kohës. Vetë kryeqyteti i Rumanisë, Bukureshti, për shembull, Bukuresht, vend i bukur. Po neve kemi kthyer në Esht, ata kanë Esht. Kështu ka qenë lashësi me fjalë, nuk ka ekzistuar ajo në lashësi. Gjithë fjalorët që kanë studiuar në romakë dhe të greqisë lashtë nuk ka ekzistuar. Aja është e futur vonë nga arbëreshtë e Italisë. Edhe jaja nuk duhet trajtuar si bashkëtingëllore, është i e trajtës shkurtër. Është zanore. Nuk mund të thuash atje ku thot it është për shembull, nuk mund të thot drejt për shembull ti. Margarit, juve keni bërë në mos gaboj 6 libra deri tani. Po. Kush i lexon librat tua? Nuk i kam nxjerrë në shitje. Nuk i kam nxjerrë, unë kam dashur të debatoj, i kam dorëzuar në bibliotekë kombëtare, janë në bibliotekë kombëtare. Kam mbajtur një kopje për vete, se nga pak kam botuar. Tashti që kam pasur kohë, i kam riparë dhe njëherë dhe i kam rregulluar disa gjëra me fjalë që duhet i rregullonja, po nuk kam mundësi për t'i botuar. Akademikët, mirë gjuhëtarët tanë, po në Akademinë e Shkencave nuk të thonë gjë? Po kam takuar dhe me Mansakun e me ata. Nuk i besojnë. Në shikon pra. Qanë me vështirësi e reja këtu në Shqipëri? Në mendimi i vërtet nuk është kollaj të qash. Nuk e dia, e ke parë këto fjalë për shumë, disa fjalë që themun për shumë. Më thuaj. Që janë fjalë vërtet të lashta. Për shumë, Galaktinos, thot. Që hy në prodhime qumshit, thot, është prej qumshit, thot, është i barë qumshit. Që vjen nga fjalla galaktik? Nuk vjen nga fjalla galaktika, jo. Çfarë thot Galaktinos? Është nga fjalla gala që do të thot qumësh. Shumë fjalë në lashësi. Ilirët i kam ndërtuar duke përdorur fjalën al, ol, yll, ill. Traditë e lire kjo. Edhe kur themi gala, G-al-a, që yll-a, është yll, është i pari me fjalë, ushqimi i parë që përdoret, për shembull, është i bardhë si qumë, si ylli, se ylli ndriçon. Është ushqimi i parë si ylli. Neve dhe sot e përdorim atë me fjalë që ai është yll, është më i miri, është i pari, është... Apo se përdorim? Po. Yll, je yll fare. Yll fare. Po, jatro në greqisht do thot doktor. Doktor, po. Jatros. Aja është jatros, me fjalë jetë ry është, të ry në jetë, të shëron me fjalë. E shikon pra. Ka drejt Margariti kur thot që gjua greke është një pjellë e ilirishtes dhe pellarzgishtes. Për shembull disa fjalë të marrë, disa fjalë Galaktinos, thot. Thash që është prodhim qumshi, është prej qumshi, i barë si qumshi, a kupton? Edhe këtu është gala këtë in osë. Gala që të hynë është. Me i fjalë hynë në gala, është gala, prodhim qumshi me i fjalë është qumësh. Gala këtë in osë. Me greqishin do ishte gala puna beni ine, nuk përputhet fare. Ajo është këtë in që të hynë. Këtë in që të hynë në gala me i fjalë. Gala këtë in osë, gala që të hynë është. Hynë gala, është gala, a kupton, është qumësh me i fjalë. Ose galaktoposia.
Pirja e qumshit ose edhe bërja prodhimi i qumshit, se në lashtin grekte fjalët ishin me shumë kuptime. Po të shikosh fjalorët, kanë dhe kuptimet kundërta njëherë. Gala këtopos A. Po. Gala këtopos A. Qumështi të pish A. A kupton? Me i fjalë, kështu përkthehen edhe në greqishtën e lashtë, me i fjalë kuptimi është original me shqipen. Ose gala uqeo. Gala uqeo. Gala ushqe. Ai që ushqehet me gala, thot. Me i fjalë, është original fjala në shqip, gala uqeo, qumësh ushqeo, me i fjalë. Ai që ushqehet me qumësh. Me greqishtën e sotme do ishte gala punapi naine. S'ka përputhje fare. Ajo e thot gala trefome, do ishte me greqishtën e sotme. Kam këtu një shikues që po në ndjek dhe që thot pyete zotin Nilo se çfarë thonë gjuhëtarët grek për tezat, nuk e di nëse ja ke bërë me dije gjuhëtarëve grek. Unë nuk e di, unë ja kam dhënë atyre të ambasadës, ata më dhanë një adresë, mua nuk hyj në lidhje, do të me atë adresë që më dhanë, edhe nuk kam ku i bëjt një ofra. S'po ja u bëjt do të një ofra këtyre tanëve këtu. Jo atyre. Jo atyre. Interesant. Ose thot, gala uqisis, gala uqisis, gala ushqesh ishe. Është buzënja, thithja qumshit me buz nga fëmija, ushqim me qumësh. I fjalë është gala uqis ish, gala ushqesh ish. Gala trefome është me greqishtën e lashtë, që me greqishtën e sotme. Me i fjalë që s'ka asnjë kuptim me greqishtën. Ajo është gala uqis ish, gala ushqesh ish. Margarit, sa vite keni qëndruar në Greqi? 17 vjetë. Jeni marrë vetëm me studimet e gjuhësisë apo? Jo, kam punuar, po vjetët e fundit debat e beja gjithmonë me grekët, vjetët e fundit që ngella pa punë i hyra thellë se punë. Ose Akropoli për shembull që Akrepoli, është kreu i polit, kreu i qytetit me i fjalë. Edhe të gjitha përkthehen me gjuhën e gegnishtës. Me gjuhën e gegnishtës. Sepse në shekullin e 12 para Krishtit, pati zbritje të dorëve nga veriu, fisi i dorëve. Po, më kujtohet. Gegnia. Edhe qysh atere morën emrin Elin. Qysh atere. Sepse faktikisht fjala Elin është e veriut. Ne themi Ilir për shumë, kurse këta i thonë Ilin. Ilin. Ne themi Shqipëri, veriu thot Shqipni. Ne themi Gegëri, ata thonë Gegni. Ne themi Ilir, ata thonë Ilin. Interesant. Edhe gjuha zbërthehet me gjuhën e veriut. Ose nekros, thot ai, i vdekur për shumë. Nek ro os, nuk ro është. I vdekur. Një minut, prit se këtu nuk jam dakord. Nekros thoni juve është nuk. Nekro është nuk ro os, nuk ro është. Os është. Os me folja është, ndim se është, jepet në shumë forma. Jepet në a, ash, ashtë. Esht, si thot Labria për shumë. Osht, si thot Shqipëria mesme me o. O ba, o pjek për shumë. E kuptaj. Edhe isht e përdorin të gjithë. E kuptaj. Se thonë që gjoja folja ndim se është folje latine. Po faktikisht në asnjë vend latin nuk e gjen foljen është me të gjitha zanoret dhe me të gjitha format si është në Shqipe. Sepse trungu i gjithë Europës është Iliria, është Ballkani. Dakord. Juve thoni e vërteta kujt? E vërteta? Fjalor etimologjik. Fjalor etimologjik. Kam shkruar aty. Ose thot për shembull dramatopios. Dramatopios. Ai që bën drama. Drama topi os. Drama të bë është. Ai që bën drama. Zoti Nilo, më fal. Kam një tjetër studiues që më thot pyete në Margaritin se sa ndikime ka etruskishtja
në tezat tuaja. Do më thënë, ky thot që pas Spiro Kondos, e keni dëgjuar, besoj? Po. Zoti Milo, duket se është vazhduesi një teze shumë interesante mbi Shqipen. Ndaj, pyet e thot se sa ndikime ka etruskishtja në këtë trajtim që ju i bëni gjuhës? Studimi im kryesisht ka qenë mbi greqishtën e lashtë, se këto janë dy gjuhët bazë. Greqishtja e lashtë dhe romakja. Sepse thonë që edhe etruskishtja është një qenës për të hapur... Po, edhe etruskishtja është e një trungu i lirë. E të njëjti trung. Iliria është trungu. Është të njëjti trung i lirë. Okej. Vetë fjala latin, për shembull, e romakëve, me fjalë, ose gjuha latine që i thonë latin, umor, si pas fjallorit që është fjallori latino-elinikon, që kanë grekët një fjallori trashë. Sakt. Umor, thot, nga popullsia që jetonte në lartësi të maleve albane, thot dhe malet albane, rreth Romës lashtë, thot. Edhe latin është lat-in, lartë-hyn, me fjallë. Me fjallë sepse jetonin në lartësi të maleve. Latin është lartë-hyn. Është e njëjta fjalë me epir, por e thënë në formë tjetër. Sepse epir është ep, lartë, me fjallë. Ep-ir, lartë-hyn, me fjallë. Hyn lartë, me fjallë vend malorë. Kuptova. Zoti Nilo, e njëjta fjalë edhe latin. Ju ndërpres, sepse do t'hidhem në një blok të shkurtër publicitar. Do të rikthehemi mbas pak sekondash për të vijuar në bisedë, publicitet.